Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Drejtori i AKU Shkodër Amir Haderi është dhunuar nga disa persona ende të pa identifikuar. Ngjarja ndodhi në lagjen e Rus në qytetin e Shkodrës. Kreu i AKU-s është goditur me sende të forta në kokë, duke i shkaktuar dëme të konsiderueshme. Me njëherë në ngjarje kanë mbritur forcat e policisë. Dhunimi i drejtorit Haderi dyshohet për shkak të detyrës si drejtori i AKU Shkodër. Ai po ecte me bashkëshorten e tij në këmbë kur persona ende të pa identifikuar janë afruar dhe e kanë goditur. Raporti i bari miratuar nga grupi i punës së Këshillit të BE-s kritikon qeverinë shqiptare sa i përket luftës kundër korrupsionit te tatimet, koncesionet dhe prokurimet publike, duke konsideruar çështjen si shqetësim serioz. Raporti pritet miratohet nga ambasadorët e vendeve anëtare ditët në vijim. Para publikimit të këtij lajmi gjatë seancës plenare, ministri i drejtësisë Toni Gogu është vënë në qendër të kritikave të opozitës për informacion pavërtet lidhur me ecurinë e raportit i bar. Deputeti Albana Vokshi e përgënjeshtroi deklaratën e tij të së martës duke i kërkuar të bëjë ndjesë dhe të kërkojë ndjesë publike. Kancelari gjerman Friedrich Merz propozoi që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'u jepet statusi i vëzhguesit në BE dhe të punohet me proces të përshpejtuar për integrimin e tyre, ndërsa Ukrainës t'i jepet statusi anëtare asociuar pa drejt vote. Në një letër që Merz ua dërgoi liderëve të BE-s, ai vlerëson se nevojitet një dinamikë e re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 100 vota pro ndryshimet në rregulloren e kuvendit, ndërsa më herët gjatë ditës palët e miratuan atë me konsensus në Këshillin për rregulloren. Demokratët janë tërhequr nga kërkesa për krijimin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, ndërsa socialistët kanë miratuar propozimin e tyre që Sekretariati i Etikës të ketë 6 anëtarë me ndarje të barabartë. Shqipëria nuk është gati që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me një hartë të re territoriale. Kështu u shpreh nga Pogradeci ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Michel Taran, duke theksuar se OSBE mbetet e angazhuar vazhdimisht në Komisionin e Posaçëm me rekomandime që reforma të jetë sa më efektive për të gjitha zonat. Nga foltorja e parlamentit, kryetari demokrat Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po i shmanget qëllimisht llogaridhënies. Berisha akuzoi për abuzime, shpërdorime dhe vjedhje të qindra miliona eurove. Gjatë interpelancës së mbajtur në kuvend me ministren e shëndetësisë Evi Sala, deputeti Sajmir Korreshi denoncoi kushtet në Spitalin e Lushnjës dhe i cilësoi ambientet shëndetësore si qenefane. Ministrja Sala tha se problematika në spital nuk janë krijuar së fundmi, por janë trashëgimi e mungesës së investimeve ndër vite. Emisioni Veting në News 24 ka trajtuar mbrëmjen e kësaj të enjte, koncesionet dhe investimet strategjike, shumë prej cilave kanë hije dyshimi mbi pronësinë krahas mungesës së përfitimeve për ekonominë e vendit. Shumë prej kompanive fituese nuk kanë eksperiencë në fushat ku marrin kontratë. Ish-deputetja socialiste Klotilda Bushka për rreth 2 orë qëndroi këtë të enjte në SPAK, por në dalje nuk dha asnjë shpjegim përse ishte thirrur. Burimet i thanë gazetares së News 24 Klodiana Lala se Bushka është pyetur si person në dieni për fraksionin 2 të dosjes Beliaj që lidhet me aktivitetin e vllajt të tij. Bushka është marrë në nënhetim nga prokuroria e posaçme për pengim të hetimeve të kryera ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Nga hetimet e SPAK dyshohet se ish-deputetja Bushka ka orientuar dëshmitarët se çfarë duhet deklarojnë kur të merren në pyetje nga prokurorët e posaçëm. Babai i Ervis Martinaj dëshmoi në gjykatën e posaçme në procesin për sekuestrimin e pasurive, duke këmbgulur se të ardhurat e familjes zburojnë nga aktiviteti i lishëm ndër vite. Në dëshminë e tij ai foli edhe për zhdukjen e të birit, duke shprehur zhgënjim për mungesën e përgjigjeve nga autoritetet pas 4 vitesh. Prokuroria e Tiranës do rihap hetimet ndaj Gjergj Cukalit, i njohur si i forti i Myslimshyrit, për vrasjen e ish-policit Arben Bilali në vitin 2019.
Vendimi u mor nga gjykata e apelit, e cila arrëzoi pushimin e çështjes dhe urdhëroi kryerjen e veprimeve të reja hetimore brenda 3 muajve. Një i vdekur dhe 2 të plagosur është bilanci nga një aksident që ndodhi në qytetin e Shkodrës. Një automjet që u fut në kundravajtje u përplas me një mjet tjetër në rrugë dhe më pas mori përpara një biçikletë, drejtuesi i së cilës gjeti vdekjen e menjëhershme. Një nga autorët e dyshuar të grabitjes me armë të argjendarisë në Kamës është arrestuar nga policia. 22 vjeçari Eles Hysa u kap në malsinë e Krujës, ndërsa në banes ju gjetën sende të djegura të dyshuara të përdorura në ngjarje. Disa prej bijuterive të grabitura, autorëve u kishin rënë gjatë rrugës teksa ndiqeshin nga policia. Ndryshimet rëndësishme në mënyrën e funksionimit dhe karrierës në policinë e shtetit pritet të diskutohen në kuvend përmes një projekt ligji të ri që prek emërimet, gradat dhe promovimet efektive të policisë së shtetit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanu.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në koreale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative deri atëherë, mirupafshim.